thoni se kryeministri Kurti do të fitoj 50% në zgjedhjet e ardhshme? Shikoni, nëse flasune për Kurtin mirë, do të mendoni se jam në partinë e tij. Jo, unë jam antar i ballit kombëtar shqiptar. Dhe se, si i tillë, pa marrë parasysh kush që ka thot, me dije ose pa dije, me hamendje, që flasin njerëzit, paushall do thot, diçka që nuk dihet, është në mjegull. Unë bisedat e mia nuk i bëjnë mjegull, po mundohem që bisedat e mia të jenë të argumentuara mundësisht. Sepse do të vim deri aty që ju po thoni si e vlerësoni. Unë për veten time, pa dyshim dhe pa hamendje dhe me bindje të plot, na shtjakona dikuj, na mos tjakona, e vërteta është e vërtet. E vërteta është se kryeministri është person i qelluar i kohës dhe jo vetëm i qelluar, po edhe i kulluar. Unë besoj, unë për vetën time besoj se do t'i fiton ma shumë se 50. Dhe ndoshta do shkon edhe deri në 70. Sepse e di mentalitetin e popullit, jetoj me popullin dhe jam brenda në popull, e di pulsin e popullit, si rre, si reagon, pulsi i popullit. E di si rre, si reagon, dhe pavarësisht që ja lanë punët rëmuj 3 partit për para ti që ishin LDK-ja, PDK-ja, AAK-ja, ja lanë punët rëmuj. Dhe si pas juve, këj ka rregulluar? Prit pak. Dhe ja lanë punët, si thuhet një fjalë e moshme në popull, jo pështjelt, po ja kanë bërë rëmok. Shprehja në rëmok e din vetëm plakat edhe plesht. Aja është jo vetëm pështjelt, po 10 fish pështjelt, që do të thotë sun ja